është. Momentin që edhe unë kam marrë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shumë pak shqiptarët kishin informacione se cilat janë benefitet që mund të përfitosh ti si refugjat apo momentin e parë që ke ardhur me green card. Pra për këtë punë më shumë pyes se çfarë mund të orientohen shqiptarët nga ajo se çfarë përgjigje mund t'i jepni. Kjo beneficionet federale që merrem unë janë ndër Social Security Administration, dy beneficionet kryesore janë Supplemental Security Income, në falni po foli anglisht edhe shqip, po është terminologjia që përmendet këtu, dhe Social Security Disability Benefits. Këto janë beneficione potenciale për fëmijë, për të moshës madhore, të moshës së mesme dhe të moshës pleqnore. Këto beneficione potencialisht që ndem për njerëz që kanë punu në Amerikë, i kanë pagu taksat, që ata është më rëndësishme punu mi pagu taksat, kanë formu kreditet veçanta quhet Social Security Disability Benefits. Ai person pa emri moshën e retirement, moshën e pensionit, ai ka drejt me qit lutjen për Social Security Disability Benefits, qose ka fitu, ka punu mjaftueshëm dhe ka pagu taksa. Do me thonë është insured, i ka kreditet e mjaftueshme. Po nuk kanë gjithë shqiptarët fat me arnë moshë të hershme, këto disa vinë moshë shumë të vanshme, flamor. E që kam brejnë sot, që kam dhimë sot shqiptarë që Amerika ende nuk ka, prap këthejmë për gjegjet tonë, po digress, po lidhem prap me temën shpresoj, që shumica, mësëm shumica, po disa për tyre nuk janë të insured, nuk kanë kredite sa dushme të punës, se vinë moshë të vanshme, për shembull vjen moshën 45 vjeçare, 5 vjeçare në Amerikë, duhen 40 kredite. 4 kredite krijohen për një vjet. Që kam dhënë në shpirt mu që Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Malësia nuk kanë marrëveshje bilaterale me Amerikën siç kanë për shembull Italia, Australia, Franca, që mi bashku kreditet e punës, që mi ndihmu shqiptarëve dhe në troje tjera. Po megjithatë, këta shqiptarët kudo që gjenden në Amerikë, kjo është gjë federale, është ligj federal, mundën normal më thirr mua, po advokatë të tjerë nuk është problem. Unë japi këshilla preliminare për free, evaluoj, bëj analizat ligjore për free, me shiku free do me thonë gratis, falas, që me shikua muj me ndihmu personit apo jo për me qit lutjen për disability benefits. Qose une e marr London me ekipin tem, normal, qëllimi kryesori jemi është që e marr London qose unë mendoj që muj me ndihmu unë, spremtoj kur që ka me zgjidh rastin, po në qose shoh bazat ligjore që ndoshta fitohet rasti. Ekipi jam edhe unë ndihmojmë me qit lutjen, ndihmojmë me ankesan qose është nevojë, varet në çfarë faze ligjore vjen klienti tonë. Apo para se me shku në gjyq apo pas gjyqit. Zyrja ime, ekipi em, na nuk i bojmë charge asnjë grim klienta për Social Security Disability. Unë e paguna prej shtetit.